Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoria e njohur turke bën publike lidhjen e saj të dashurisë me kolegun. Bëhet fjala për Sila Turkoglu dhe Dogukan Gungor, dy ndër aktorët më të famshëm në Turqi, të cilët aktualisht luajnë së bashku në serialin Një dashuri. Aktoria e njohur Sila, e cila është bërë shumë e dashur fillimisht për publikun shqiptar, fal rolit Amaneti, ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes jo vetëm për talentin e saj, por edhe për jetën romantike. Një nga lidhjet më të përfolura e cila vazhdon dhe aktualisht është me aktorin Dogukan Gungor. Dyshja u njoh gjatë xhirimeve të serialit Amaneti dhe miqësia e tyre u përkthye në një marrëdhënie që sipas burimeve zgjati për shumë vite deri në momentin që flasim. Megjithse asnjëri nuk e ka konfirmuar publikisht lidhjen, afërsia e tyre u bë objekt spekulimesh të vazhdueshme në rrjetet sociale dhe media. Raportohet se marrëdhënia u karakterizua nga mirëkuptimi dhe mbështetja emocionale reciproke, veçanërisht gjatë periudhës së ngarkuar me projekte. Megjithatë, ata mbeten një ndër çiftet më të dashur në Turqi.